Ngjarja e ndodhur 3 javë më parë në qytetin e Vlorës, ku shpërtheu një sasi tritoli në apartamentin e Bakijes Zotos, ka çuar në arrestimin e 2 personave, Babe Bir, David Goxha, 59 vjeç, dhe Ferdinand Bomba, 29 vjeç, banues në Babicë të Madhe. Viktima e shpërthimit ishte e lidhur familjarisht me Gentian Zoton, i dënuar me 35 vite burg nga gjykata e apelit si pjesë e grupit që kreu atentatin ndaj Ines Hajrullës me 10 maj 2019 në Vlorë. Hetimet paraprake kanë zbuluar se 2 të arrestuarit kishin përdorur një automjet tip Volkswagen Golf Plus, i cili kishte rezultuar i vjedhur në Elbasan dhe e kanë përdorur ditën e ngjarjes. Pas shpërthimit, makina u gjet e djegur në fshatin Babicë e Vogël, ndërsa identifikimi i autorëve u realizua fal kamerave të sigurisë të bizneseve përreth zonës. Ndërkohë, policia po vjon hetimet për sqaruar plotësisht motivin e shpërthimit dhe rrethanat që e shoqëruan atë. 2 të ndaluarit përballen me akuza për shkatrim prone me eksploziv kryer në bashkëpunim dhe vjedhje, ndërsa forcat ligjzbatuese po punojnë për të verifikuar nëse ka lidhje me aktivitetet kriminale të mëparshme në qytet.